dhe njoftimet zyrtare që vinë edhe nga ambasada amerikane të paktën në Shqipëri. Vendimi cili prek edhe shqiptare si kundër e thashtë cilët duan të aplikojnë për vizë, emigrimi do t'jetë pikërisht në fuqi më 21 janar 2026. Do të flasim për këtë tematik, kam kënaqësinë të lidhemi drejt për së drejti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me gazetarin Klementina Cenkollari. Mirëmbrëma, faleminderit që ju bashkove bisedës. Mirëmbrëma nga Shqipëria, në fakt. Gjithmonë kënaqësi. Dua fillimisht Klementin të bëj një pyetje sepse ka një lloj, le të themi, paqartësie edhe për vetë qytetarët tashmë në momentin që u bë publik që Shqipëria i përket pikërisht vendeve në cilën do të jetë edhe pezullimi i vizave emigratore. Kush preket, duhet thënë, fillimisht nga ky pezullim, cilët kategori? Bëhet fjalë për ata aplikantë të cilët synojnë që të vinë dhe të jetojnë në mënyrë të përhershme këtu në Shtetet e Bashkuara. Prek individët që kanë qenë të kualifikuar për të patur një green card përmes llotarisë amerikane, individët të cilët synonin që të emigronin në Shtetet e Bashkuara përmes bashkimit familjar. Apo ata të cilët synonin të jetonin për herë në SBA përmes martesave. Duhet thënë se 2/3 e kartave të gjelbra, pra të lejeve të përhershme të qëndrimit në Shtetet e Bashkuara, përfitohen në bazë të lidhjeve familjare dhe të dhënat tregojnë se gjatë vitit të kaluar janë dhënë më shumë se 1 milion green carda për shtetasit e huaj për të pasur një vizë emigruese këtu në Shtetet e Bashkuara. Pra, janë kjo kategori e cila do të preket në bazë të kësaj vendimarrje të fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Unë dash të dhënat e viteve të kaluara, pra se si ka qenë raporti atyre të cilët kanë emigruar përmes green cardës apo bashkimeve familjare këtu në Shtetet e Bashkuara, por vendimarrja e bërë publike ditën e djeshme nga Departamenti Amerikan i Shtetit pritet sipas ekspertëve që të prek 315.000 individ gjatë vitit të ardhshëm. Vendimarrja është pjesë e politikave të administratës së drejtuar nga presidenti Donald Trump për të kufizuar emigracionin e palishëm apo për të kufizuar emigracionin ndaj atyre individëve që mund të kthehen në një kosto financiare për Shtetet e Bashkuara. Dhe ka një lloj ndarje pra të këtyre individëve që bësh një lloj kategorizimi, duhet thënë, se kush mund të refuzohet ose pezullohet ose preket më së shumti. Po, vendimarrja e djeshme është në vazhdën e një memoje të një udhëzimi që u bë fillimisht publik në muajin nëntor, një udhëzimi i cili është dërguar të gjitha konsullatave dhe ambasadave amerikane në përbot, ku i kërkohej që zyrtarët konsullor të filtrojnë në mënyrë akoma edhe më të rreptë individët të cilët të synojnë të emigrojnë në mënyrë të përhershme në Shtetet e Bashkuara. Kjo do të thotë që do të ketë rregulla më strikte, edhe pse ato kanë qenë të forta edhe përpara kësaj vendimarrje, që do të thotë që kur individët do të shkojnë në ambasadë apo në konsullat për të marrë vizë emigruese, do të kihet parasysh mosha e tyre, shëndeti i tyre, gjendja familjare, financat, dhe po ashtu do të pyeten nëse më herët kanë përfituar ndihmë sociale nga shteti ku ata jetojnë. Një kriter shtesë i cili nuk është përdorur vazhdimisht, pra nuk ka ekzistuar në mënyrë të përhershme kur kërkohej një vizë e tillë, ishte gjithashtu edhe njohuria e gjuhës angleze. Sipas këtij udhëzimi të fundit, intervistat tashmë do të duhet të realizohen në gjuhën angleze. Për të qenë edhe më konkrete, po sipas memos së Departamentit Amerikan të Shtetit, ato element që ndoshta nuk do të mund të bënin të mundur kualifikimin për një vizë emigruese për një aplikant, mund të ishin sëmundjet kronike, problemet shëndetësore, sidomos problemet kardiovaskulare, depresioni, ankthi, në përgjithësi shëndeti mendor, që sipas memos së Departamentit Amerikan të Shtetit do të kishte një kosto prej mijëra dollarësh për taksa paguesit amerikan. Pjesë e pyetjeve për individët që synojnë të emigrojnë në mënyrë të përhershme në SBA janë gjithashtu edhe nëse kanë qenë ndonjëherë të varur nga alkooli apo nga droga, pasi edhe lufta ndaj varësisë ka një kosto të lartë
këtu në sistemin shëndetësor amerikan.